Kam po që është Je një i mirë mundësi, për këtë po, edhe një mundësi që ndoshta kam qenë pak demel, Okej. dhe zakonisht demelet shohin në mënyrën se si më lehtë me ardhur deri te profiti e fitimi, dhe ka qenë ky është momenti më i rënd, ndoshta në jetën time kështu, bile o transportin, për shembull të pijeve që kemi bë nëpër markete, kemi bë me traktor. Për çdo dështim e kam ditë që fajtori jam unë dhe jo të tjerë. Jo një herë, shumë herë kam pas momente kur jam pendu pse kam fillu. Përshëndetje shikues të emisionit Zgjaho, kemi kënaqësinë që edhe këtë javë të kemi në studion tonë një personalitet shumë të shuar në fushën e biznesit dhe filantropisë në Kosovë. Ai është pronar i njerëz nga kompanitë më të njohura në Kosovë, Frutex, e njohur për prodhimin e pijeve si Relax dhe Golden Eagle. Ai njihet po ashtu shumë edhe për pjesën e tij humanitare, prandaj kam kënaqësinë që të kemi në studio zotrin Shaqir Palushi. Zotri Shaqir, faleminderit shumë që pranove ftesën, ti je pjesë e emisionit Zgjaho. Faleminderit për ftesë, grazie. Po të referohem me emër, me Shaqir, edhe po e nisim prej familjes tone. Si e kujton atë kohë? Po, fëmijëria, ka që kam diçka të veçantë, ndoshta, të marr parasysh që jem rrit me një familje me të ardhura ndoshta mesatare. Nuk mund të themi që kemi jetuar me ndaj varfëri ekstreme, po në asnjë mënyrë edhe në kushte më të mira, po unë mendoj që në atë kohë shumica absolute kanë pas një jetë çfarë kam pas edhe unë, sepse familje që kanë jetuar mirë, ndoshta janë vetëm, po flas për kohën në cilën jam rritur unë, kanë qenë vetëm familjet e politikanëve ndoshta, apo shumë pak domthon familje kanë pas kushte më të mira, edhe pse ndoshta të ardhurën ka pas më shumë, po e di që familjet që kanë pas të ardhurën më të mëdha, jo që e kanë rrit shumë standardin, ndoshta më shumë e kanë rrit pasurinë, kuptimin, kanë bler tokë, kanë pas më shumë kafshë, shtëpiake, këto gjëra, por standardin të paktën në shkollë kur kemi shku, me ka që jemi dallu shumë veshje, kemi pas pak a shumë të njëjta, kemi bler një herë në vit, çdo fillim viti shkollor, edhe eventualisht në fest bajrame kështu. Po që më duket ja kemi ditë vlerën pak më shumë në atë periudhë gjitha Po sigurisht ja din vlerën kur ski atë. Dhe ne thojmë shpesh tash, për shembull, ka hup lezeti i ushqimit, nuk i ka hup lezeti, se ushqimet unë besoj që janë më të mira sot. Të paktën shije ose edhe garderoba, gjithçka sot është më e mirë se në të kalumen. Por diçka që e ki çdo ditë nuk duket edhe interesant. Prandaj edhe kujton, ndoshta është nostalgjia për të kalumen kur të ka mungu pothuajse gjithçka. Si fëmijë ke pas gjithmonë këtë ëndrrën që mas nesër me u bë biznesmen, e ke mendu këtë suksesin që e gëzon sot? Nuk mund të them që kam pas, sepse ëndra ime si fëmijë, madje edhe deri në pas përfundimit të shkollës mesme ka qenë të bëhem mjek. Dhe shkollën e mesme domosdoshmë kam qenë mjekësi, pastaj s'kam arrit të regjistrohem në fakultetin e mjekësisë dhe ka qenë ndoshta zhgënjimi i parë. Po prapë unë mendoj që disa shkëndija dëshirës për me bë biznes kanë qenë që në moshën 14 vjeçare tutje, kur unë së bashku me nënën edhe me babën, pas domthon ditën të tregut kemi shitur kulturat cilat i kemi prodhuar ne, domthon kryesisht perime, dhe ka ndodhur disa herë që unë i kam shit herët dhe pastaj kam bling për tjerëve dhe i kam shitën me çmim më të mirë. Domthon një farë shenja, apo një farë dëshire, kam po që është një mundësi, për këtë punë. Po, edhe një mundësi që ndoshta kam qenë pak demel. Okej. Dhe zakonisht demelet shohin në mënyrën se si më lehtë me ardhur deri te profiti e fitimi, dhe kjo, domthon pavarësisht që pastaj në periudhë më të vonshme kam punuar ndërtime bujqësie, punë trona, po asnjëherë s'kam qenë i lumtur me atë punë që kam bërë, dhe gjithmonë kam pa ndaj mundësi se si me ardhur deri te ndaj biznes, edhe madje biznesi aktual është tentimi i tretë. Dy të parat kanë qenë vetëm tentime, nuk kanë filluar, por
kam hjek dorë, e para ka qenë dëshira me hap një banatore miksore, dhe nuk më arrit, dhe e dyta pastaj ka qenë tentimi me hap një bilardo. As to se kam bo, s'kam pas mbështetje dhe mirë që s'kam bo, që s'kam hap, sidomos këtë dyta, se s'ka qenë një biznes ku me di si çfarë. Dhe tentimi tretë, domethënë ka qenë fillimi i prodhimit të lëngjeve, të pijeve, në vitin 1994, dhe ditën e parë që e kam kuptu që ka mundësi të prodhohet, sepse në atë kohë që kam ditë që ka mundësi që një individ apo një kompani private mund të ketë mundësi të prodhoj lëngje. Kam menduar që këtë mundësi dhe këtë drejt e kanë vetëm kompanitë publike, në atë kohë që kanë qenë Coca-Cola apo Coke që kanë qenë Suarek. Dhe kur e kam kuptuar këto, unë domethënë ka qenë vendimi para se me ardhë deri te makineritë e gjëra të tjera, unë veç kam marrë vendimin që me hyrë sepse më ka dukur shumë interesant, dhe isha shumë i lumtur që mendojshna që do të kem mundësi kurdo dhe të gjithë ne si familje të pijmë pije sa ardojnë, të cilat sigurisht deri në atë kohë kanë qenë shumë rrallë që kemi pas mundësi me ble. Dhe nëse kësaj i shtojmë edhe mundësinë që unë me kriju të ardhura për familje, kam qenë shumë jashtëzakonisht i lumtur, por kjo farë lumëtëria, por kjo gëzim ka zgjat vetëm disa javë, pastaj ke pa që nuk mbijetohet veç të pi. Dhe nuk mjafton vetëm me hap një, po tham, mini fabrikë, sepse kanë qenë një fabrikë e vogël, me thonë fabrikë, se s'ka qenë fabrikë, por kanë qenë më tepër punëtori artizanale, në të cilët kemi arrit me prodhu pije të gazume dhe ato makineri që ka qenë manuele, shishet janë mbushur nga një. Mirë, po sfidat kanë qenë të mëdha sepse ku fillu diçka për të cilën s'kum pas asnjë njohuri. As kum pas unë, as kërkush në familje, përveç dëshirës të madhe për me bë diçka, asnjë njohuri s'kemi pas, po edhe mundësitë financiare kanë qenë shumë të kufizuar. Bile edhe transportin, për shembull, të pijeve që kemi bë nëpër markete, kemi bë me traktor. Domethënë, në atë kohë kanë qenë në Prizren dhe Suarek me 10 prodhos. Dhe nësa di unë nuk di që ka pas një prodhos që kanë më dobë se na. Kuptimin financiar, domethënë, po edhe të kushteve me të cilat kemi filluar. Gjithë tjerë kanë pas me furgona, kanë pas automjete, kamiona, kanë mundësi, s'po them që kanë jetuar ku më di çfarë kohë, gjithë kemi pas vështirësi. Po në kohën kur filluan, po them, gjithë tjerë apo shumica për tyre kanë pas kushte shumë më të mira dhe mundësi shumë më të mira financiare, po shumica për tyre janë ndërzu, por unë s'kam hjek dorë, sepse kam pa që derisa dikush tjetër po arrin me punu. Pse mos me mujt, unë gjithmonë e kam kërku fajin të vetvetja, për çdo dështim e kam ditë që fajtori jam unë dhe jo të tjerë. Pra është një lloj qelsi suksesi që konsistenca jote dhe që nuk je dorëzu kurrë, pa marrë parasysh atyre vështirësive që i ke hasë gjatë rrugës. Unë besoj që gjitha bizneset që arrin të kenë konsistencë dhe kontinuitet, domethënë, është pikërisht kjo. Nuk ka që më dallon mua, nuk që kam qenë unë më inteligjent se të tjerat. Vetëm mos heqja dorë, edhe një farloj krenaria, apo një farloj ego, domethënë se është mirë të kesh një farë ego të moderuar atë. Kuptoj. Se njerëz që nuk kanë ego, ato ndoshta as s'fillojnë, po nëse fillojnë heqin dorë shpejt. Po e ke pas atë momentin gjatë këtij rrugtimi që ke thënë po ndalem se s'po dija vlen, nuk punoj. Se janë këto frikrat që njerëzit ballafaqohen brenda vetes së tyre dhe kjo është ndoshta një prej arsyeve që ata ndalen bizneset e tyre dhe nuk vazhdojnë. Jo një herë, shumë herë kam pas momente kur jam pendu pse kam fillu, sepse për men rritja ka qenë e vogël edhe vështirësitë e mëdha, konkurenca e madhe, pamundësia, po flas edhe për vitet e para luftës, po edhe pas luftës, ani pse në vitet e pas luftës u hap mundësia për me punu më lehtë, më pa frikë, po në anën tjetër u hap edhe u rrit konkurenca. Kështu që sfidat kanë qenë të vazhdueshme dhe momentet e shpeshta kur jam pendu, pse kam fillu dhe jam kanë edhe në prag të heqjes dorë. Po prap një instikti i brendshëm, sepse unë mendoj që çdo njeri brenda vetes e ka engjëllin dhe djallin, cilët luftojnë gjithmonë njëri me tjetrin.
dhe ai që e fiton luftën, në fakt ka më të vëllësti. Dhe ndoshta mu shumicën e kohës tham më ka vëllëq Angeli dhe kështu që kam vendosur me vazhdu dhe sot sigurisht që për asnjë moment nuk jam pishman që s'kam heq dorë dhe ka deri të ajo që sot e njohin. Po gjatë këtij rrugtimi, cila është ajo sfida më e madhe që e ke pas, saqë edhe kur e kujton sot kur kujtohet ajo periudhë ka qenë shumë e vështirë. Një që të ka ngel në mendje. Po në start ndoshta kam bërë gabimin sepse nuk e kam zgjell vendin ku mund të prodhohen prodhime më të mira. Dihet që produkt pijet duhet të kenë lëndë pare kanë ujnë, përveç tjera që kanë ujnë. Dhe unë kam marrë një lokacion me qera, i cili nuk ka qenë për i më të mirëve. Domethënë nga cilësia e ujit. Ndryshe është sot kur ne kemi investu qindra mijëra euro vetëm në teknologjinë e përpunimit të ujit. Sot dihet që domethënë jo vetëm ne, po edhe kompanitë e mëdha botërore, domethënë nuk e kanë problem me cilësinë e ujit, sepse cilësia e ujit përpunohet dhe madje asnjë ujë që ekziston në botë nuk është që i plotëson kushtet po nuk u trajtu. Mirë po në ato rrethona, domethënë kur teknologjia ka qenë e varfër, sigurisht që cilësia e ujit ka pas ndikim që ne mos me urrit krahas konkurrencës. Prandaj edhe këtu kanë qenë vështirësitë në momentet që unë jam pendu pse fillova e para të merrem me këtë zanat, ka të vështirë, se nuk ka më vështirë se sa të futesh në prodhim edhe pastaj prodhimi të jetë produkte ushqimore. Mund të prodhosh një produkt që nuk është i rrezikshëm si them, po për shëndetin, por ti po merr diçka, është përgjithësi e zakonshme dhe sfide e veçantë që ti të marrësh përgjithësi, por e mira është që unë asnjëherë nuk kam prodhuar një produkt në të cilin nuk kam besu, në të cilin nuk e kam konsumuar. Gjithmonë e kam bë më të mirën që kam ditë. Nuk po them që e kam prodhuar dhe ndoshta sot nuk prodhojmë produkte më të mira, por e prodhojmë gjithmonë ato që di më së miri. Dhe kjo sigurisht që na ka bërë që ne më konë edhe suksesshëm. Mirë, po përveç suksesit tuaj në biznes, ne gjithë e dim që ju merreni shumë edhe me pjesën humanitare. Cilat janë ato arsye që ju shtyn me marrë iniciativa të tilla? Edhe me qenë gjithmonë pranë njerëzve, me aq sa keni jo mundësi. Besoj që rrethonat në të cilat jemi rritur dhe njerëzit që na kanë rrethuar vazhdimisht, na kanë bërë që ne edhe me u zbucim, me bë më të ndjeshëm. Dhe inspirime ka plot njerëz ka të suksesshëm, të cilët një pjesë të fitimit të tyre i kanë ndarë për donacione. Dhe kjo ka qenë edhe arsyeja apo motivi kryesor që ne sot me ndihmu, unë nuk them që vetëm ne ndihmojmë. Është fakt që në Kosovë ka shumë kompani dhe shumë individ të cilët ndajnë donacione për njerëz dhe kategori të cilët kanë më shumë nevojë. Dhe ne më shumë fokusu ndoshta në 3 kategori. Në kategorinë e parë është personave me aftësi të kufizuar, dhe mendoj që ai që nuk i do këto njerëz, ai nuk i do në Zotin. Sepse nuk është ato njerëz nuk janë fajtor pse kanë një kufizim fizik, mirë po koha dhe ka treguar që këto njerëz mund punojnë madje ndoshta edhe më shumë se na, sepse ne kemi hapur një fabrikë për prodhim të letrës higjienike, në të cilën punojnë vetëm persona me aftësi të kufizuar. Dhe kjo fabrikë po funksionon jashtëzakonisht mirë dhe ka një rritje të mirë dhe unë besoj që shumë shpejt do të ketë edhe afarizëm pozitiv, sepse vazhdojmë ne ta financojmë si kompani, po kjo nuk na bën neve në asnjë mënyrë që nuk të heqmi dorën nga ky projekt. Madje ne shumë shpejt jemi duke planifikuar edhe një projekt tjetër, po ashtu do të jetë humanitar. Fjala është për krijimin e një fillimisht njësie, pastaj edhe kompania në kuadër të fondacionit Golden Eagle, i cili do të merret me pastrimin e ambienteve, përkatësisht të mbledhjes së amballazhës dhe materialit tjetër, folijës, letrës e të cilat do t'i përpunojmë apo do t'i shesmi dhe me të ardhat nga këto do të kontribuojmë
qoftë për donacione për njerëz me nevojë, apo duke kontribuar në blerjen e materialit që janë të domosdoshëm për mirëmbajtjen e ambientit. Pra ju e keni vërtetuar atë që çdo njeri mund të punojë, thjesht duhet me qenë dikush atë që u jep mundësinë edhe mendoj që kjo është për të duar trokitur që besoj që vetëm njerëz që ndoshta që përveç të smurëve, që duhet të ndihmohen dhe të zgjatet dora, janë këto persona të cilët nuk kanë pas shumicën e herëve nuk kanë pas mbështetje dhe kur nuk ke mbështetje nuk ke edhe besim që mund të mëndon. Dhe mendoj që rasti projekti jon ka treguar që këto njerëz mund të bëjnë të punojnë shumë dhe të jenë suksesshëm dhe të dobishëm vetë në radhë parë për vetvete, po edhe për familjen dhe edhe për gjithë shoqërinë. Mirë, po e keni pas shaqet ndonjë periudhë kur keni mbet pa hyra në kompani dhe keni pas ato vështirësitë dhe ke pas frikën që gjithçka edhe mundet me dështu se kjo është një nga sfidat më të mëdha me të cilat ballafaqohen bizneset. Jo vetëm që kemi pasur, po shumica sepse njerëzit sot e shohin vetëm këtë suksesin që e gëzoni, sot po nuk e shohin ato sfidat me të cilat i keni. Në vazhdimsi përballen me probleme të financimit sepse ëndra tyre gjithmonë është ndoshta më e madhe se sa mundësitë. Por nëse kthehemi sidomos në kaluarën, sigurisht që ka pas shumë raste kur kemi mbetur pa mjete financiare, por po them pas luftës u krijuan mundësitë që shumë më lehtë me marrë edhe kredi, po jo shumë lehtë, por ishte viti 2002 më duket kur ka marrë 3 kredi. Jo të njëjtën kohë, po kredi pas kredi sepse tu mos më mujt me kthy kredinë e parë, jam detyruar me marrë të dytën. Pastaj të mos më mujt me kthy dytën e ka marrë të tretën. Dhe ka qenë ky është momenti më i rënd, ndoshta në jetën time kështu për si financiarisht më i ngarkuar, por dash Zoti e kemi të kaluar, me vështirësi po, por e kemi të kaluar dhe pastaj në vitin 2005 ka qenë vendimi tjetër që bëhi me prodhim të pijes energjike. Golden Eagle, që fillim ka qenë për një vit ka qenë Red Eagle, dhe këtu ka qenë po ashtu edhe një moment i vështirë kur është dashur me marrë një kredi 50.000 euro. Dhe 50.000 euro bankat, 2-3 bankat e para më kanë refuzuar dhe ka qenë vetëm një bankë e cila më ka besu në projektin tonë dhe e ka përkrah dhe ka qenë vetëm një moment në jetë që nuk ka mendu qysh ka me kthy borxhin nëse dështoj, sepse nuk e ka mendu dështimin. Domethënë ka qenë gjithmonë e kam llogaritën që këtë kredi ka me kthy duke shitën produkte nga ky projekt. Se në të kundërt domethënë nuk kemi pas ndoshta as mundësi edhe tokë me shit, sepse të marrë parasysh që jetojmë me një vend ku nuk është shumë i kërkum toka që më thonë, dhe ka qenë për momenti kur kemi pas shumë vështirë edhe me marrë edhe përkrahjen e familjes, sepse familja shumicën e rasteve është motiv, por në anën tjetër është edhe kritikuesi më i madh, sepse familja është rreth i parë që nuk do të me pa të dështu. Prandaj edhe të kritikojnë, që njerëzit dojnë edhe të kritikojnë. Kështu që mirë po kam qenë i bindur në suksesin e këtij, natyrisht, jo me rritjen që e kemi pas në vitet në vijim, por kam qenë i sigurt që kemi ja dalë, prandaj edhe nuk kam heqë dorë pe kërkesës për me marrë kredimet, të cilat pastaj kemi filluar projektin e prodhimit të pijeve energjike. Mirë, ju sot keni një numër shumë të madh të punëtorëve në fabrikën tuaj. Çfarë vlerëson shoqëri një punëtor të mirë? Çfarë vlerëson më shumë tek një njeri i cili punon për juve? Po nëse nuk i don njerëzit, mos u marr me biznes. Domthonë është parimi i parë që në biznes kur futesh ti, duhet mi dash njerëz. Dhe klientit, domthonë njerëzit, në këtë rast klientit. Por mos harro që klienti i parë është i punësuari. Sepse aseti kryesor i kompanie është të punësuarit. Dhe në kompaninë tonë, ashtu si që në të gjitha ose shumicën e kompanive, të punësuarit janë të përkushtuar, pavarësisht që ne si punëdhënës na shpesh i kritikojmë, po nuk është që ne jemi më të mirë atë. Ka pas raste kur ndoshta edhe nuk kemi vlerësuar, po them të kaluamën, dhe tash shumë njerëz ndoshta thonë, po tash ti për shkak mungesës punëtorëve, nuk është kjo arsyeja kryesore pse ne kemi evolu. Kemi evolu edhe si shoqëri,
o kemi evoluar edhe si njerëz, edhe si biznese. Të kalumen, unë s'kam respektu, në shtatë vetën se kam përmenu 6 motor, kam përmenu 4 motor, 6 motor. Dhe sot ka ndryshuar rrethonat, por është mirë që ka ndryshuar të gjona, sepse unë e shoh që pavarësisht që sot punohet më pak orë, po prapë kualiteti i punës dhe sasia më produktive. Dhe në fundi këto nuk e kemi zbuluar na, e kanë zbuluar vendet më të zhvilluara ekonomike, që kanë vendosur standarde mbi kushtet dhe kriteret e punës, dhe punëtori i mirë sigurisht që është i përkushtuar dhe një punëtor nëse don të arrijë, unë mendoj që sektori privat është ku vlerësohet meritokracia. Dhe është adresa më e mirë, pavarësisht që kërkohet përgjegjësi dhe punë, por edhe vlerësohet dhe mund të arrijë shumë më lart. Ne kemi punëtor të cilët kanë ardhur si punëtor ndoshta fizik në kompani dhe sot kanë arritën të ngritën deri në nivelin e menaxherit. Dhe sigurisht që rritja e nivelit rrit edhe të ardhurat e tyre. Do të thonë që sektori privat të mundëson që me u zhvillu, sepse e ka edhe anën tjetër dëmon shpërblimin. Në anën ndoshta sektori publik është pak a shumë më i sigurt. Është më i sigurt. Avancimet janë nga dalta. Avancimet ndoshta interferohen edhe nga mbështetja politike apo gjëra të tjera, kurse tek sektori privat kjo ndoshta nuk ekziston, por nuk ka. Nëse ti je i përkushtuar për punë, sigurisht që kemi pas edhe mbështetjen edhe avancimin e duhur. Mirë, po nëse kështë kthy kohën mbrapa, kështë bo diçka ndryshe në film? Apo prapë kështë vazhdo me Jo, shumë çka kishte me ndryshu, por jo edhe qëllimin. Domethënë qëllimi kishte me mbet i njëjtë. Por sigurisht që shumë gabime janë bën të kalumen, sepse njeri gabon nga mosdia. Dhe po e mirë është që nëse ti mëson nga këto gabime, atëherë nuk është dështim, por është mësim. Dhe shkolla më e mirë është më e smiri, por ndoshta nuk jemi ne as zgjuar sa të mësojmë nga gabimet e tjerëve. Më së miri është të mësojmë nga gabimet e tjerëve. Por shkolla që është më e mirë prapë është shkolla që mëson nga gabimet tua, por është më e shtrenjtë sepse sigurisht që kemi paguar një kosto të lartë. Dhe sigurisht që shumë gjëra kishin më ndryshuar, sepse për me arritë një sukses më janë dashur 12 vite. 12 vitet e para kanë qenë vite me lëvizje jashtëzakonisht vogël. Dhe vetëm pas 12 viteve kam bën të ndryshime, të cilat pastaj kanë pru edhe suksesin. Dhe nuk mbijetojnë ato kompani të cilët kanë dëshirë të rritën, por ato që ndryshojnë të parat. Dhe sot, sidomos në ndryshimet kaq shpejta që janë të bëhen në teknologji informative dhe të tjera, domethënë duhet patjetër të hecësh dhe të bësh ndryshime, sepse në të kundërtën konkurenca është ajo që nuk don. Është ditën pavarësisht që konkurenca e ka dhënën tjetër pozitive, në fakt zhvillon duke ikë, sepse në biznes është sikur noti. Ose kemi notu, ose në momentin që ndalesh mund të më fundos. Dhe biznesi është më së vështirë në biznes është ndoshta të rrish status quo-n të arrush. Dhe më lehtë ose ke me urrit ose ke me ro më poshtë. Por nuk ka, me thonë, unë po du me ne kështu mirë jam, ti je mirë, po vjen konkurenca të shtyp dhe sepse ai nuk don me të pa ai don të vdekur. Dhe është normale, në këtë botën është diçka siç është në front luftës, kur në luftë ushtria me ushtri lufton, vetëm që dallimi është atje do me të azësu me të vra, kurse në biznes do me të zhduk si biznes. Shumë e vërtet. Mirë, po kur e shohin njerëzit të suksesin si të juaj në këtë rast, shpesh thonë që është edhe çështje fate. Pra për këtë arsye dhe mundohemi të sillim intervistat e tilla që me tregu pak këto sakrificat dhe sfidat që bëhen me vitet të tona. Po sipas teje, sa e cilëson që ka qenë fat edhe sa ka qenë përqindja vetëm punë e juaja e vazhdueshme? Unë besoj që mund të jetë ndoshta 10% fat, dhe fat është që unë kam lind kohën kur kam lind. Nuk kam lind kohën kur ka lind baba jam ose gjyshi jam,
kur ka qenë pothuajse e pamundur me kriju një biznes. Kuptohet. Mirë, po pjesa tjetër është vetëm ndjerës e mundi dhe punë. Sepse Zoti ja afron secilin mundësi dhe mundësitë nuk humbin asnjëherë. Mundesh me humb ti, po jo mundësia. Nëse nuk e merr ti, e merr tjetri. Dhe them që është fati, po por sa më shumë që punon, aq më me fat dukesh. Ne ndëgjojmë shpesh, ne thonë ky njeri ishte me nafak, ishte me fat, por shko pyet sa ka punu dhe çfarë ka bë. Kështu që është edhe një shprehje popullore ku thotë ai ke pri atë ka pri. Më ka pri, po unë i kam nejtë të komt. Domethënë fati po, por edhe mundja dhe angazhimi i imi, edhe i gjithë i familjes, edhe gjithë të punësuarve aty ka bërë që na me arrit, në fakt me arrit. Ne ndoshta është lehtë mu duk i madh me një vend vogël. Dhe ne me një vend siç është Kosova, ndoshta ose dukmi që kemi bën një kompani të madhe, por kur dal jashtë Kosovës e shes se sa i vogël je dhe sa shumë mundesh me arrit. Dhe unë po besoj që jemi në rrugë që nga një kompani nacionale të themi një kompani ndërkombëtare me një prezencë më të fuqishme në tregun ndërkombëtar. Por që jemi në përfundim të asaj që nuk mjafton vetëm me dashur, edhe nuk mjafton vetëm me pas fat, por që është një punë e vazhdueshme që duhet me kontribu vazhdimisht. Sot, çka të emocionon më shumë, një sukses i ri në kompaninë tuaj apo kur të falenderon dikush që e ke ndihmu në kohët e tyre të vështira, sepse pra siç e thika më herët ju njiheni shumë edhe për pjesën e humanizmit. Jo, është shumë e vërtetë që suksesi, por suksesi nuk motet me para. Dhe suksesi motet me atë se sa njerëz ke arrit me i bën të lumtur. Dhe kjo mu më bën ndoshta më të lumtur, dhe sidomos falënderimet ku i marr nga njerëzit, madje shumë falënderime marr nga njerëzit për shembull që nuk i kanë mbështet, po vetëm e dinë që kompania jonë dhe fondacioni jonë i mbështet dhe kur merr ti një mbështetje qoftë edhe jashtë Kosovës, po flas gjithmonë nga shqiptarët, është ajo pjesa që motivon ti me vazhdu edhe më fuqishëm dhe shes se nuk je në rrugën e gabuar, domethënë je në rrugë të mirë dhe kjo na bën zakonisht lumtur. Po sot për çka jeni më shumë ti shoqër krenar? Gjatë gjithë karrierës tonë, gjitha sfidat jetësore, qoftë ato personale, qoftë në biznes, për çka je më shumë ti krenar? Po, sigurisht që krenar jam që kemi arrit me kriju një brand të paekzistuar. Dhe unë besoj që sot Golden Eagle, po janë edhe dy brende tjera, Natural dhe Relax, por është më i njohur i Golden Eagle sigurisht, ka arrit që tjetë besoj që është brendi më i njohur dhe më prezent në botë i prodhuar në Kosovë. Dhe sigurisht që është ky element që mban më një krenar. Po që jemi edhe gjithë një krenar, që brenda Kosovës kemi një brand të tillë. Jemi në fund të këtij emisioni shoqër edhe për fund një mesazh për gjithë të rinjt që mendojnë me hap ndonjë biznes të tyre, po që sigurisht fillimet e tyre i kanë ato sfidat e tyre, por që mos më ndalë, mos më udhëzuar dhe më realizu në fund të ditës gjithë ëndrat e tyre. Unë besoj që Kosova është vend i mundësive. Unë dalë edhe jashtë, edhe kam kompani edhe në Gjermani, për shkak të mbështetjes që i baj për shitjen dhe promovimin e produkteve tona, dhe shoh që askund ndoshta më lehtë se në Kosovë të bërit biznes nuk është. Sigurisht që ka sfida të cilat nuk ekzistojnë në perëndim, por ajo që e bën më të lehtë krijimin dhe fillimin e biznesit është që nuk kërkohet shumë investim, tatimet janë të ulta dhe njerëz të gatshëm për me punu askund më shumë se në Kosovë nuk. Prandaj është edhe një thirrje që njerëz e ri, njerëz që sot kanë ëndra të fillojnë, sepse vërtet në Kosovë mund të krijohet biznes dhe sidomos mund të prodhohet sepse Kosovës pothuajse i mungon çdo gjë. Çka do të pothuajse çdo gjë që të prodhohet mund. Po natyrisht para se të vendosësh të hysh një biznes, janë disa elemente të cilat duhet me përmbajt. Ti fillimisht duhet të dish për çka ka nevojë tregu, pastaj duhet më qenë i vetëdijshëm që për me arrit sukses duhet kohë. Asgjë nuk ndodh brenda natës. Pra, duhet kohë. Ndoshta jo sa më ndash mu 12 vite, sepse sot gjeneratat e reja janë shumë të zgjura,
dhe shumë më të informuar dhe shumë më shpejt mund me ardhur te suksesi, por prapë duhet kohë. Një element tjetër është që duhet të investojnë në marketing, sepse askush nuk e din se ti ekziston. Dhe nuk mërziten njerëz që ti prodhon apo po ja del as po ja del. Domethënë marketingu është pjesë jashtëzakonisht e rëndësishme. Është edhe financat. Shumë prej bizneseve që në start arrin të kirojnë nga pak para në përgjepat e tyre dhe ato me njëherë ato i shpenzojnë. Domethënë gjithmonë duhet me pas parasysh që jo gjithçka që është në xhep është e jotja dhe jo gjithçka që është në xhep duhet me shpenzu, por ato duhet me reinvestu, sepse vetëm 30% ndoshta të fitimit mundesh ta shpenzosh për nevojat tua të familjes, po gjithsesi 70% dhe pjesa më e madhe për investimi duhet të reinvestohet në mënyrë që ti ta rritësh kompaninë dhe të jesh konkurrent në treg. Uroj të shpresoj që këto këshilla tua kanë me pas gjithë publiku parasysh edhe ata që dojnë me hap biznesin. Të falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit Zgjaho dhe për gjitha këto emocione dhe histori që i ndave me ne dhe publikun tonë. Faleminderit, ishte kënaqësi. Atëherë të nderuar shikues, arritëm tek rubrika juaj e preferuar hapa të suksesit të përgatitur nga gazetarja jon Agnesa Smajli, ku këtë javë kemi një vajzë e cila ka një talent shumë të veçantë. Ajo është Florentina Abazi nga Vitia, një vajzë 21 vjeçare e cila është duke ndjekur ëndrat e saj drejt suksesit. Ju ftoj të ndeshni rubrikën e vazhdim. Florentina Abazi, 21 vjeçare nga Vitia, është studente vitit të tretë në Fakultetin e Muzikës në Tetov, në drejtimin solo këndim. Që në fëmijëri ka marrë pjesë në shumë gara, duke kultivuar dashurinë për muzikën qysh në bankat e shkollës. Unë quhem Florentina Abazi, jam 21 vjeçe, vij nga qyteti i Vitjes, jam në Universitetin e Tetovës dhe studioj solo këndim në muzikë. Pre fillimi dyqysh e kum deshtë jetën e televizionit, edhe gjithmonë e kum pas ëndër më bërë një këngëtare famshme. Pastaj në shkollë fillore kum marrë pjesë në organizimet e shkollës, si 17 shkurti 28 nëntori. Prej aty kum pas edhe aktivitetet tjera në gara, komunale edhe shtetërore. Pastaj jam kanë në shkollën e mesme të muzikës në Gjilal, ku kum kry teorikon. Me mbështetjen e familjes dhe vendosmërinë e saj, Florentina ka ndjekur rrugën e muzikës, edhe ku shpërngulja në Tetov solli sfida që e formësuan. Jo, gjithmonë e kum pas edhe mbështetjen e prindërve. Kur ta kish dyqysh mbështetjen e prindërve, e ki një shtytje shumë më të madhe. Edhe ëndër dyqysh e kum pasën për me hi muzikë gjithmonë. Nuk thojsha me bë mos me ka muzika ku kisha shku tjetër. Po mendoj që asnjëherë nuk i kam rrap pishman edhe pse i ka ato edhe të mirat edhe të qijat muzika. Po është ka gja problem se i ki krejt larg, tek tisha në Prishtinë mendoj që është shumë angat, ama në Tetov është ka gja larg, 2 orë e gjysmë i baj dhe i shkojnë në Tetov. Në fillim e kum pas shumë vështirë se familje nuk e kum pas, edhe gjithmonë i kum pas ngat krejt sanët, po pastaj u mësova gati që 3 vjet tash po mbje shumë qell kështu. Si artiste e re, ajo është përkushtuar në krijimin e coverave dhe bashkëpunimeve, sidomos në balada dhe muzikë të vjetër shqipe. Planet e mia njëherë për njëherë janë mi bë disa projekte me covera, me bashkëpunu me Fitim e Lezin. Pastaj mendoj me bë edhe disa albume me këngë të mia. Nuk e di, s'kam diçka me cek, po ndoshta me Linda Hakaj, pasi që unë me muzikën popullore të vjetër shqiptare i du tepër, edhe mendoj që njëna pi këngëtarëve shumë të mira në këtë zhandër është Linda Hakaj. Baladat, po sidomos këngët e vjetra qytetare i du tepër edhe më flenë shumë mrena. Duke besuar në zërin dhe stilin e saj, ajo vazhdon rrugtimin muzikor me përkushtim, gjersa u përcjell studentëve të tjerë mesazhin që ta ndjekin ëndrrën e tyre pa u ndalur. Unë mendoj që tash në këtë kohë që jemi të jetu nuk është ka gja vështirë me më rrit dikon, veç nëse a e do që atë
qatë profesion, ose a do me vazhdu qatë profesion, edhe e ki përkrajnë mas parit familjes, pastaj edhe të shoqënijës, pse jo, ama mendoj që mund është me mri edhe nëse e do. Unë ju kësha thonë që mos u dëshprani, se gjithmonë në një profesion ka të ulljet edhe ngritjet e veta, por nëse e do profesionin tënd, kur mos u nalë se dikura kime pa që ke arrit dikun. I kisha thonë dhe njërë nëse jeti. Atëherë të nderuar shikues, arritëm në fund të këtij emisioni dhe sigurisht duhet të falenderuar ata që janë gjithmonë me ne, partnerët tanë. Një falënderim shumë i veçantë për Ujin Miros, një falënderim tjetër për Spitalin Anadem, gjithashtu dhe për Poliklinikën Shoshe. Ne shihemi të shtunën tjetër, si gjithmonë, me të tjera histori emocionuese dhe me të tjerë mysafirë shumë të veçantë. Natën e mirë, mirëmbëjtje.